Mirë mbrëma që të gjithë, kënaqësi që të shoh, edhe të jem mes jush. Ju e dini, domethënë, kjo është shtëpia ime e dytë, domethënë, që sa herë vi këtu, domethënë, është shtëpi për mua, sepse shumë nga ju i njoh personalisht. Edhe kemi patur privilegjin edhe me shumë nga të rinj të punojmë bashk. Edhe jemi duke punuar bashk akoma, sepse kemi kampin përpara. Kështu që privilegj për mua që t'jem këtu, do ta filloja tregoja ca barsaleta nëse e kam të mundën. Genci dhe i shoku i tij kishin lënë që takoheshin bashkë të shikonin ndeshje. Angli-Norvegji. Me qëra fjallë Angli-Norvegji sot është? Ha. Edhe si duket Genci u vonua. Edhe shkon, më në fund dhe i pyet shoku, po pse erdhe kaq vonë, thotë se ka nisur ndeshja. Nuk po e ndaja dot mendjen, thotë. Të shkoja në kish apo të vija të shikoja ndeshjen. Kështu që hodha një monedhë. Po miri, thotë ai, po në rregull, thotë, po s'do shumë kohë kjo. Pa e hodha një 35 herë, unë tha. Se nuk i binte për ndeshjen e futbollit, i binte 35 herë për në kishë, shko në kishë, do. Tre djem, tre shok, do më thënë, po që ishin fëmijë, do më thënë, këndin e lojrave, kështu, po mbureshin për baballarët e tyre. Edhe i pari i tha, babi im shkaravit, thot, shkaravit sa fjalë, thot, e quan këngë, thot, edhe për këta e paguajnë $50. Tjetri thot, thot tjetri, kjo së gjë, thot, i dyti. Babi im, thot, shkaravit sa fjalë, thot, e quan poezi, thot, edhe e paguajnë $100. Kurse fëmija i tret, thot, këto dyja nuk janë gjë, thot. Babi im shkaravit sa fjalë, e quan predikim, edhe duen 6 veshta, 6 veshta të ndjedhë dhe klejke, thot. Me qëra fjalla nuk e di qa do thoshte Mikaeli, se ne s'kemi asë një të ndjedhë lekët. Okej. Haje që do doja të ndaja me ju. Është ka të bëj me frikën. Sa nga ju kanë përjetuar frikë? Të gjithë? Apo ka ndonjë që thotë ja. Unë jam besimtar, unë. Edhe ne. Është në lak thua, apo jo, sa është në lak. Prandaj flet ka çlirë shumë ti, do. Okay. Mirë, pyetja që unë kam, domethënë po, të gjithë ne kalojmë në përfaza të tillë. Po, në këtë kohë, në këtë stin që je, në këto ditë, do doja të pyesim veten, nga se kanë frikë? Apo a kanë frikë nga ndonjë gjë? A kanë frikë nga diçka? Për shembull, unë do të doja të thosha që këtë kohë, domethënë, jo këtë kohë, po kaca që më kanë zënë këto ethet e kampit. Më kanë zënë këto ethet e kampit, po kur vjen puna për financa, domethënë. Kur vjen puna për financat, më kapin këto ethet. Pavarësisht se domethënë kemi vite, domethënë që e bëjmë kampin, po kur vjen kjo pikë, sepse ndoshta kjo nuk është një nga pikat e mia të forta, domethënë, po kur vjen kjo pikë, domethënë më kapin ethet dhe them a do t'i kemi të gjitha, a do t'i kemi të gjitha ato që kemi nevojë, a do të siguroj Zoti, edhe sidomos vjen ky moment kur ka njerëz që jo një, po disa më thonë që jo, s'kemi mundësi, domethënë. Jo, s'kemi mundësi, ose ka patur raste një prej tyre, ai nuk kujtohet, domethënë, muaj më përpara, po kujtohet do kujtohet sa ditë para se të fillojë eventi, o ma bën kastila e nuk e di, më forcohet besimi si duke dhe të kalite me frikën. Ose ka patur raste që ma le kur mbaron
eventi. Edhe deri në atë kohë unë jam kështu, o Zot, o Zot, o Zot të lutem. Po ti, nga çfarë ke frikë sot? Po ne, nga çfarë mund kemi frikë sot? A kemi frikë, ose a ke frikë nga e ardhmja, nga e panjohura, çfarë do të ndodhi nesër? Po regjistrohem? Po regjistrohem, po. Me qëra fjala, kemi shumë protesta, apo jo? Sa nga ju mund të kenë frikë, po çfarë do ndodhi me Shqipërinë? Do futemi në krizë, apo protesta do na zgjidhin ndonjë gjë, apo qeveria do japi dorëheqje, në çfarë ujrash do futemi si kom, domethënë. Dhe këtu mund të kesh frikë për të panjohurën, për familjen tënde, për jetën tënde, për punën tënde, nëse je duke punuar në një punë shteti, nuk e di, të kap frika apo jo. A ke frikë, ndoshta ke marrë një iniciativë, ke filluar të shërbesh, po i shërbesh Zoti, i e përgjigj Zotit për një thirrje, për diçka, i ke thënë po ke një lloj frike, sepse ti mendon se nuk jam mjaftueshëm i mirë për të bërë atë që Zoti më ka thirrë të bëj. Për këtë shërbes që Zoti më ka besuar, nuk jam i mirë mjaftueshëm. Mund të kujtoj shumë raste, domethënë për mua që sa herë që, për shembull, në 97 kur pastori u largua, tha, dhe më mbeti kisha si në dorë, do të më lanë dorë, domethënë. Tash i merre edhe vazhdo me kishën, se s'kish mundësi, duhesh të largohej. Domethënë mendimi që kisha ishte, a jam mjaftueshëm, i mirë, i aftë, a mund ta bëj? A mund të predikoj? E me qëra fjala, predikimin e parë, e kam dëgjuar në kaset, e kam shkruar fjalë për fjalë, edhe kam kopjuar, e kam bërë predikimin, do më thënë dhe kisha. Si që isha shumë i frikësuar që do thosha, kisha frikë se që do ngecja, s'do e shtyja, s'do e bëja do të as 10 minuta. Po do ti që edhe atë predikimin e kopjuar, Perëndia e përdori. E të shikoj ca mbas takimi njerëz që vinim takoni, po nuk u thash e kisha kopjuar. Po pyetje tilla, jam i mjaftueshëm i mirë, jam në gjendje ta bëj, apo jo? Me qëra fjala, të njëjtin predikim që kisha kopjuar, e dëgjoj në një vend tjetër që edhe ai e kishte kopjuar, po fjalë për fjalë. U mahnita. Do kesh predikim shumë i mirë, po. Atëherë, nga çfarë ke frikë sot? Nga çfarë kemi frikë ne si të krishterë? Kemi frikë nga njerëzit, nga refuzimi, nga frika e njeriu, çfarë do mendoj ai? Çfarë do thotë ai? Sidomos kur shkojmë ndaj Ungjillin. Kur duam të takojmë dikë që është i panjohur. Apo jo, mund ta takojmë në një kafe, mund ta takojmë në rrugë, në një stacion autobusi, në ndonjë qendër tregtare, o nuk e di, domethënë, po pyetja e parë që mund të kemi është çfarë do mendoj ai nëse unë ndaloj. Ju thash dy çunave. Se po mendoja si të nis një bisedë, si mund të filloj të ndaj Ungjillin, edhe ju thash, shiko, dua t'ju ftoj për drek, do ulemi bashkë të ham një picë edhe bisedoj? Nuk e di, ju duk çuditshëm. Ç'është ky që është i panjohur, që na fton për picë, edhe do të ndaj për Perëndin, tregoj për Perëndin. As pica nuk funksionoi. Pra mund kemi frikë nga refuzimi, kush e di çfarë do na thonë njerëzit. A kemi frikë nga vetmia, nga braktisja? Ndonjëherë rrugëtimi ynë që ne kemi në besim, do të përjetojmë dhe momente të tilla braktisje. Braktisje nga shoqëria, nga shokët, madje edhe nga shokë që ti i ke patur shumë të ngushtë,
të braktisin për shkak të besimit. Po jo vetëm kjo, por edhe kur ti shërben Perëndis dhe merri një iniciativë, ju mund të pyesni pastorët, domethënë se sa herë mund të jenë braktisur. Kam përjetuar shumë momente të tilla, momente të tilla ku ti ke njerëz që i ke shumë të ngushtë, je shumë afër tyre edhe të braktisin. Dhe kjo është frika më e madhe, kur dikush të thotë, shiko, unë nuk do të vi më. Një nga, mbase nuk e di nëse është e vërtet për pastorin tuaj, domethënë, po për mua është, domethënë kjo, kur dikush, një besimtar, një person nga kisha për cilin ti patjetër e do, një ditë mund të ketë shumë arsye, mund të thotë, shiko, unë nuk vi më. Të kap një lloj frike. Edhe ty të duhet të hysh në përca ujëra që të pyesësh veten, të pyesësh personin, të bisedosh, të qartësosh gjërat, etj me radhë. Po kjo është një nga frikat që mund kemi. Si besimtar, si të krishter, si shërbëtor të Perëndis, mund të kesh edhe Palin e braktisën, edhe Jezusin e braktisën, apo jo. Jezusi foli rënd, 70 i thanë, mirupafshim, ti flet shumë rënd. Jezusi u kthye edhe 12 me këtë ngushëllimin e pastorët. Kur na braktisin e themi, ha mos edhe Jezusin e braktisë. Pra frika që mund të jesh vetëm. Frika, mund të kemi frikë nga situata të vështira me shëndetin, kur një sëmundje shfaqet, ti shkon te doktori dhe analiza nuk të dalin mirë. Dhe pastaj ti përjeton këtë frikën, si do shkoj kjo punë, do të zgjidhet, ka shërim, do më bëjnë ilaçet efekt, ndoshta doktori se ka bërë mirë atë ekzaminimin, mbase s'është e vërtet, dhe hyjmë në për të lloj pyetjesh të tilla. Apo jo, mund kemi frika nga më të ndryshme dhe ti përjetojmë ato edhe si besimtar. Besimtarët nuk janë të paprekshëm, apo jo. E ndonjëherë çfarë ndodh me ne është që ne duam ta mohojmë këtë realitet, ta mohojmë që frika nuk ekziston ose që nuk është aty. Perëndia nuk na ka thirrur që të mohojmë realitetin. Realiteti aty është, do të kemi frikë. Na ndodh që të kemi frikë, na ndodh për shkak të situatave nga më të ndryshme. Mund të kemi frikë jo vetëm për veten tonë, po mund të kemi frikë edhe për të ardhmen, mund të kemi frikë edhe për fëmijët tanë. Fëmijët tanë, sidomos në moshën e adoleshencës, shkojnë në shkollë, ti mendon me çfarë shok shoqërohet, apo do mzihet, apo do e rrahin, apo do e bullizojnë etj. Ne i përjetojmë këtë lloj frikrash, apo jo, edhe me fëmijët tanë. Po çfarë na thot Perëndia dhe si na inkurajon fjala e Perëndisë. 2 Timoteu kapitulli parë dhe vargu 7 thotë, sepse Perëndia nuk na ka dhënë frymë frike. Amen. Por fuqie, dashurie dhe një mendje të qëndrueshme, të shëndosh. Amen. Dhe çfarë na ndodh kur kemi frikë? Kemi shumë panik dhe e humbasim, edhe mendjen e humbasim. Jo, fjala na thot se Perëndia nuk na ka dhënë frymë frike. Kjo nuk do të thotë që frika nuk ekziston, por Perëndia po na ofron një realitet tjetër, një të vërtet tjetër, një vërtet tjetër që është më e madhe, më e fortë se realiteti që ne mund të shohim me sytë tanë. Për shembull, dishepuj kur ishin në vark, apo jo. U trembën, patjetër që u trembën. Dhe kur themi se ata u trembën, për shkak të stuhis, do thotë që stuhia ishte aq e madhe sa trembi peshkatar, njerëz që ishin, si thua, lindur edhe kishin punuar e kishin jetuar mes të detit dhe njihnin stuhi të shumë mirë, por që domethënë stuhia ishte aq e madhe sa i trembi edhe ata. Aq shumë sa shkuan i drejtuan syt tek një marangoz. Se ç'dinte ky marangozi për peshkimi, për stuhite, për varkat, nuk e di domethënë. Po jo, kishin kuptuar diçka. Që ai është më shumë se një marangoz, apo jo. Jezus na shpëto. Dhe Jezusi qorton çfarë? Dyshimin e tyre. Edhe i flet stuhis, edhe pushon. Edhe Jezusi tha, mos dyshoni. Tani Jezusi nuk i qortoi ti thoshte pse patët frikë ju. Por Jezusi i qortoi për shkak të dyshimit.
Që do të thotë, kur kemi situata të tilla që jemi të frikësuar, thirrja që Perëndia ka për ne është që të besojmë tek ai dhe të mos kemi frikë. Amen? Sepse kur besimi flet, frika hesht. Amen? Kur Jezusi foli, stuhia pushoi. E njëjta gjë edhe me frikën. Por ne dim që Bibla na tregon se kemi një armik. Dhe një armik të cilin frikën e përdor shumë. Sa ju desh Perëndis që ta thot fjalën mos ki frikë sa herë? 365 herë. Një herë për çdo ditë të vitit na i thot Perëndia mos ki frikë. Sepse frika është diçka që djalli e përdor shpesh. Djalli nuk ka nevojë që të na shkatroj fare, na çoj kështu. Nuk ka nevojë, ka nevojë vetëm të vendosi frikë në jetën tonë, dhe mjafton që me anë të frikës, nëse ne e pranojmë këtë frikë, nëse ne i prulemi kësaj frike, nëse ne i dorëzohemi kësaj frike, do të paralizohemi. Ta humbasim. Dhe ky armik nuk ka nevojë as të na lidhi me zinxhir dhe të na mbajë, të na futi në një dhomë dhe të na mbyllet, na izoloj. Jo, mjafton që të mbushi zemrën tonë me frikë. Pse? Sepse frika na bën të heshtim kur duhet të flasim. Frika na bën që të ndalojmë kur Perëndia na thot ec, vazhdo përpara. Frika na bën që ta shohim probleme më të madh se sa premtimin e Perëndis. Apo jo? Në frikë kemi shumë të vështirë të shohim se sa i madh është Perëndia edhe të shohim premtimin e tij në jetën tonë. Duket sikur frika ka një zë më të fortë, më të lartë se sa premtimi i Perëndis. Shumë njerëz nuk kanë dështuar sepse nuk kishin talent. Kanë dështuar sepse kishin frikë. Kur Zoti i thiri. Dhe u ndalën duke dëgjuar zërin e frikës më shumë se sa zërin e Perëndis. Djalli nuk ka nevojë që të na shkatrojë. Mjafton të përdori frikën dhe ai na paralizon. Po çfarë thot Perëndia? Çfarë thot fjala e tij? Na thot se frima e shenjtë na kujton. Unë ju kam krijuar për të unë nuk ju kam krijuar për të jetuar nga frika. Ju kam krijuar për të jetuar me guxim, me besim. Isaia 41 vargu 10 thuhet: mos ki frikë, sepse unë jam me ty, mos u tremb, sepse unë jam Perëndia yt. Unë të forcoj, po unë të ndihmoj. Psalmi 27 vargu 1. Zoti është drita ime dhe shpëtimi im, nga kush do të kem frikë? Hebrejnë kapitulli 13 dhe vargu 6. Zoti është ndihma ime, nga kush do të kem frikë? Që nga zanafilla deri tek zbulesa, do të tregoj shkrime se si Perëndia e përdorin fjalën mos ki frikë me Abrahamin. Çfarë tha Abrahamit? Mos ki frikë o Abraham. Unë jam buroja jote dhe shpërblimi yt do të jetë shumë i madh. Zanafilla 15:1. Shërbëtore së Sarës. Çfarë ke Hagar? Ishte në atë kohë që ajo u përjashtua dhe nga Sara. Çfarë ke Hagar? Mos ki frikë, sepse Perëndia ka dëgjuar zërin e djalit, e djaloshit. Zanafilla 21:17. Isakut, unë jam Perëndia i Abrahamit, i atit tënd, mos ki frikë, sepse unë jam me ty. Edhe më bëjnë shumë përshtypje këtë gjitha këto shkrime, sepse në çdo fjalë Perëndia thot unë jam me ty. Perëndia nuk tregon zgjidhjen. Shiko, mos ki frikë sepse unë këtë problemin që ti ke kam për ta zgjidhur kështu dhe ashtu dhe çfarë të mungon ty? Jo, shkurt, unë jam me ty. Nëse Perëndia është me ne, nëse Perëndia është me ty, ka zgjidhje për problemin ton. Amen? Ka përgjigje për problemin ton, ka përgjigje për sëmundjen ton.
Amen? Ka përgjigje për të ardhmen tonë. Ka përgjigje për frikën tonë, për shqetësimin tonë. Ka përgjigje, Perëndia ka përgjigje. Nuk e di për çfarë je friksuar sot. Nuk e di për çfarë je duke i kërkuar Perëndis, por përgjigjja është kjo pikërisht kjo, se Perëndia ka një përgjigje për ty. Dhe përgjigjja e tij për ty është unë jam me ty. Amen? Unë jam me ty. Dhe kjo mjafton. Nëse je friksuar nga sëmundja, Perëndia thot unë jam me ty. Nëse ti je friksuar për punën, përgjigjja e Perëndisë është unë jam me ty. Nëse je friksuar si do shkoj me fëmijë, puna me fëmijët, si do shkoj e ardhmja e këtij vendi, unë jam me ty. Jakobit, unë jam Perëndia, Perëndia e atit tënë, mos ke frikë të shkosh në Egjipt, sepse atje do të bëj një kom të madh. Mojsiu, Zoti i tha, mos ke frikë prej tij, prej faraonit, sepse unë po ta jap në dorë atë dhe tër popullin e tij dhe vendin e tij. Josueut, a nuk të kam urdhëruar unë? Je i fortë dhe trim, mos ke frikë dhe mos u tmerro, sepse Zoti Perëndia yt është me ty kudo që të shkosh. Gideonit, Zoti i tha, paqja qoftë me ty, mos ke frikë, nuk do të vdesësh. Si duket Gideoni kishte frikë do vdiste. Elias, Zoti i tha, zbrit bashkë me të, e mos ke frikë prej tij. Isaias, mos ke frikë sepse unë jam me ty, mos e humb shpresën sepse unë jam Perëndia yt. Jeremias, mos ke frikë para atyre sepse unë jam me ty për të çliruar, thot Zoti. Marijes, atëherë angjëlli i tha, mos ke frikë, Mari, sepse ke gjetur hir përpara Perëndisë. Edhe diçka. Kur Perëndia përdor këtu fjalën mos ke frikë, nuk kishte të bënte vetëm sepse patjetër që ishte edhe kur angjëlli u shfaq, edhe kishin një lloj frike, patjetër. Por kur Perëndia thot mos ke frikë, ka të bëjë dhe mos ke frikë me detyrën, me misionin, me punën, me shërbesën që po të jap, apo për situatën ku ti je. Amen? Barinve, mos keni frikë, sepse unë po ju lajmëroj një gëzim të madh. E shumë të tjerëve, apostullit Paul, në një vizion, a i tha, mos ki frikë, por fol dhe mos hesht, sepse unë jam me ty. Dhe apostulli Gjon tek zbulesa, kur e pash, rasti i vdekur në këmbët e tij, por ai vuri dorën e tij të djathtë mbi mua, duke më thënë, mos ki frikë, unë jam i pari edhe i fundit. Amen? Pra, parimi i parë, ose mësimi i parë, Zoti nuk na ka dhënë frymë frike, por frymë fuqie, dashurie, edhe urtësie. 2 Timoteu, kapitulli i parë dhe vargu 7. Ky varg na thot se frika nuk vjen nga Perëndia. Perëndia nuk jep frikë. Kur Perëndia shfaqet, kur Perëndia të vjen, ai nuk vjen dhe të shtije frikë. Ai thot paqe në zemrën tënde, e mos ki frikë. Mos ki frikë për të nesërmen. Mos ki frikë të marrësh të shërbes. Mos ki frikë të marrësh të iniciativë. Mos ki frikë të shkosh të kërkosh punë. Mos ki frikë nga lajmi që ti dëgjon prej doktorit. Mos ki frikë. Frika nuk është dhuratë nga qielli. Amen? Ajo nuk vjen nga Perëndia. Kur Zoti flet, ka paqe. Ama kur frika flet, ka shumë konfuzion. Frika thot, mos provo, mos prediko, mos u lut, mos shërbe, do të refuzojnë, nuk jemi mjaftueshëm mirë. Të gjitha këto ishin mesazhe që Timoteu merrte prej frikës. Ndaj Palit i duhej që ta forconte Timoteun. Që mos ki frikë. Mos ki frikë të provosh, mos ki frikë të predikosh, mos ki frikë të lutesh, mos ki frikë të shërbesh, mos ki frikë prej refuzimit, dhe ti je më shumë se
i mjaftueshëm për të bërë atë që Perëndia të ka thirrë të bësh. Pse? Sepse Perëndia është me ty. Është në anën tënde. Amen? Frika dëshiron të na paralizoj. Madje ajo përpiqet që të na tregojë skenari më të keq. E keni vënë re kur ju jeni rrugës edhe, si të thuash, ndoshta po shkoni për të takuar, për të ballafaquar me dikë. Dhe ti ke 100 skenare në mendjen tënde se si do shkoj ai ballafaqim, ai diskutim. E çfarë bën frika? Frika të sjell shumë skenar që kjo gjë do të shkojë shumë keq. Keq e më keq. Këtë bën frika. Po Perëndia ka një skenar më të mirë për ty. Amen? Ndaj i fort, i guximshëm. Mos ki frikë. Edhe kur ndan ungjillin, edhe kur predikon ungjillin, ne mund të kemi shumë skenar në mendjen tonë. Por mos ki frikë. Pse? Perëndia është me ty. Tani Pali i shkruan Timoteut, dhe në një kohë që Timoteu ndodhej në një presion të jashtëzakonshëm, edhe në një vështirësi shumë të madhe me shërbesën dhe me kishën e tij. Timoteu kishte shumë shqetësime të tilla, për shembull, Timoteu ti duhet të luftonte shumë me pasigurinë që ai kishte. Pse? Sepse ai ishte i ri. Ishte i ri në moshë dhe kishte shumë pasiguri. Timoteu përshuhet dhe si njeri i ndrojtur dhe i tërhequr, edhe që kishte dhe turp. E megjithatë, Pali i shkruan edhe i thot: Perëndia nuk na ka dhënë frymë frike Timoteu. Kështu që mos ki turp të dëshmosh për Zotin. Mos ki turp të dëshmosh për dashurinë e Krishtit. Amen. Edhe gjithë ky shkrim që Pali na tregon, na zbulon se Timoteu ishte duke luftuar me këtë lloj tundimi, sepse ai kishte tundimin për të tërhequr, për të izoluar, edhe për të patur frikë nga njerëzit, edhe frikë për të marrë rreziqe. Një tjetër situat me cilën Timoteut i duhej që të përballej me këtë lloj frike, ishte bullizimi që ai përjetonte nga njerëz. Për shkak të moshës. Ti je i vogël, çfarë do na mësosh ti? Çfarë do dëgjojmë ne prej teje? Çfarë do na mësosh ti? Mbase doni mësim më shumë mësim nga Pali sesa nga Timoteu. Por Pali prap jep një udhëzim, i thot: askush thot të mos ta përçmoj moshën tënde të re, por bëu shembull për besimtarët. Edhe pse je i vogël, edhe pse je në moshë të vogël, bëu shembull. Një tjetër situatë që na tregohet me Timoteun ishte me shëndetin e tij. Ai ishte, si thuash, i dobët nga shëndeti. Dhe vuante nga probleme të ndryshme shëndetësore, dhe shpesh sëmure, dhe kishte probleme edhe me stomakun. Hajtë sa Pali do t'i shkruante, dhe më pëlqen kjo sepse tregon dhe marrëdhënie që Pali kishte me Timoteu. Ai thot: mos pi vetëm ujë. Ndonjëherë ne presim dhe kështu përgjigje super shpirtërore. Timoteu, dëgjoj, futi një agjerim, se ke kohë pa agjeruar, agjero 7 ditë dhe pajto mirë me Zotin, edhe frymëzon Zotin, dhe urdhro dhe këto shkrime që ti mësosh përmendesh edhe ti deklarosh këto, që të shërohesh edhe të çlirohesh. Patjetër që ka edhe këshilla të tilla, edhe bëjmë edhe gjëra të tilla, por shikoni se sa afër ishte ai dhe sa praktik ishte edhe me këshillat e tij. Shikoj, mos pi vetëm ujë, se ta trozon stomakun. Apo jo? Përdor pak verë, po pak, jo shumë. Përdor pak verë për stomakun tënd dhe për sëmundjet e tua të shpeshta. 1 Timoteu kapitulli 5 dhe vargu 23. Shumë praktik. Edhe si shumë me këm në tokë, apo jo? Edhe për ta shtensionuar pak Timoteun. Se Timoteu ishte edhe i friksuar, po që më ka gjetë, do më thëmë, pse jam duke sëmurën kaq shpesh. Po duke që edhe, shikoni pak, edhe bara ishte shumë e rëndë për Timoteun. Pali i la një kish ishte me
jo e vogël, ishte goxha e madhe dhe shumë përgjegjësi. Edhe Timoteu i duheshe të përleshe me shumë probleme që kisha. Dhe sa herë që kishte një problem, Timoteu shkonte në shtëpi dhe degjej nga dhimbjet e stomakut. Nga stresi si duket. Edhe Pali i thot, pi pak ujë, thot. Kështu, pi pak verë. Një problem tjetër ishin herezit që ishin brenda kishës. Sepse kishte shumë njerëz që kishin qenë tek tempulli i Artemisës, edhe gjitha ato doktrina që mësonin andej dhe i sillen edhe tek kisha. Dhe Palit i duhej të merre me gjithë doktrinat e tyre të reme edhe falso. Po një çun i vogël që të kishte përballë burra që ishin moshuar, Pali i thoshte dëgjoj, porosia e Palit, sepse kishte tundim dhe të largohej. Me ka ardhur maj tundës me kishë, me këta njerëz u lodha, me këta dhe dua t'iki. Pali thot, qëndron në Efes, i thot. Tek 1 Timoteu kapitulli 1 vargu 3. Qëndron në Efes, do të thuash, por thuhet, do t'i urdhërosh disa që të mos vazhdojnë pra të mësojnë këto doktrinet e reme. Kjo kërkon të forcë të madhe ballafaqimi, që nuk i shkonte për shtat Timoteu si çuniri. Si mund të shkonte Timoteu një të moshuar i thoshte me këtë doktrinë, mjaft. Nuk kam mjaft. Mjaft. Mjaft fare do. Një tjetër shqetësim ishte, në një farë mënyrë edhe një lloj vetmie që Timoteu përballej. Dhe sidomos kur ai humbi mentorin e tij ose atin e tij, Pali. Sepse Pali u burgos, u fut në burg, ju pre koka, Timoteu shumë i friksuar sepse e njëjta gjë mund të më ndodhi dhe mua. Dhe në fakt ndodhi. Tek Hebrejt kapitulli 13 vargu 23 thuhet që ai ishte futur në burg dhe pastaj e kishin liruar. Dhe Hebrejt kapitulli 13-23 thot ta dini se vllai ynë Timoteu u la i lirë. U lëshua, pse ishte në burg. Tani Timoteu nuk ishte sepse ne e shohim pjesën më të bukur të Timoteut. Atë që ishte pastori një kishe, shërbëtor, e tjerë më radhë. Dhe mund të mendojmë për Timoteun sikur ishte një super hero i patrembur. Po në fakt, ai ishte njeri që kishte pasiguri, kishte dhimbje stomaku, ishte i ri në moshë, ishte nën presion, por historia na tregon se Perëndia ishte me ta. Amen. Hebrejt kapitulli 12 dhe vargu 2, që është një këshill nga autori i këtij libri, thuhet duke i drejtuar sytë tek Jezusi kreu dhe plotësonësi i besimit. Kur kemi frikë dhe në qoftë se me frikën po kalon një kohë e gjatë, kjo është një shenjë dhe një alarm për ne që do të thotë se kemi nevojë ta mbushim veten një çik më shumë me besim. Sepse kemi mungesë të kësaj substance të besimit. Kështu që na duhet të shkojmë ku? Na duhet të shkojmë tek Krishti, tek Jezusi, sepse ai është burimi i besimit. Dhe ai mund të na përmbushi ne në zemër dhe me besim. Amen. Pse kemi nevojë për besimin? Sepse besimi sheh atë që Perëndia thoi. Besimi është në gjendje të shohë premtimet e Perëndis. Vetëm besimi në gjendje të shohë përgjigjen e Perëndis. Vetëm besimi është në gjendje që të shohë nga ana tjetër e detit edhe kur stuhia është në mes. Vetëm besimi. Amen. Dhe ne kemi tek ai që është plotësonësi i besimit. Në qoftë se frika po na tregon se kemi mungesë të besimi, tek Jezusi besimin ton. E të plotësohemi me besimin ton. Amen.
si tek Mateu kapitulli 14 nga vargu 22-23 na tregon e Pietrit. Para tregon kjo histori kur ai tha, domethënë, dhe unë aty të ecë, domethënë mbi ujë. Çfarë? Duke parë erë fort Jezusi dhe kur i thoi të fundos të fort më shpëto. Mi po kur Pietri pa Jezusin në fillim, a i pati besim dhe ishte në gjendje që të ecte për pak. Po kur pas stuhin, filloi të fundose. Problemi ishte stuhia. Edhe çështja është që Jezusi nuk se e hoqi stuhinë për t'ia lehtësuar Pietrit. Apo jo? Jo, problemi nuk ishte stuhia, problemi ishte ku e vendosi fokusin Pietri. Dhe problemi për ne nuk janë stuhit dhe problemet. Nuk ka një jetë. Pietri do thoshte, lum ju kur i t'jeni përballë probleme, zotën. Lum ju. Pse? Kur shikojmë Krishtin, guximi ynë rritet. Amen? Po kur shikojmë problemet, diçka tjetër. Guximi nuk është të kesh guxim, nuk është mungesë frike. Tek Jozue 1:9, kur Perëndia i thot Jozue i fort edhe trim, Perëndia nuk po e mohonte prezencën e frikës, frika aty ishte. Po çfarë Perëndia ishte duke inkurajuar Jozeun ishte të kishte besim në fjalën e Perëndisë dhe të qëndronte mbi frikë. Të kesh guxim do thot të mos kesh frikë, edhe të mbështetesh tek Perëndia, të kërkosh ndihmën e Perëndisë. Psalmi 56, me ndihmën e Perëndisë do të festoj, do të kremtoj fjalën e tij dhe kam vënë besimin tim tek Perëndia dhe nuk do të kem frikë. Guximi nuk është sa e frikës. Guximi është bindje ndaj fjalës së Perëndisë. Amen? Ti bindesh fjalës së Perëndisë. Ti bindesh asaj që Perëndia thot. Çfarë kërkonte Perëndia ndaj Jozueut? Thjesht të bindej. Kur ai e urdhron i fort edhe trim, thjesht Jozueut i duhet të bindej. Dhe kur Perëndia thot të njëjtën gjë, vetëm ajo që duhet të bëjmë është të mos diskutojmë, po jo kemi dashur kur mos ki frikë. A nuk ka gjë më të bukur se sa kjo? Kur Perëndia mos ki frikë, ne thjesht duhet bindemi. Kaq duhet bëjmë. Duhet bindemi. Besimi tek Perëndia. Se ndonjëherë ne themi dalet të kalojnë këto emocionet e mia dhe të presim që emocionet tona të ndryshojnë. Besimi nuk qëndron tek emocionet tona. Dhe guximi nuk qëndron tek emocionet tona. Ne mund të shkojmë përpara një situate, ne mund të shkojmë përballë një problemi, duke patur rajo guxim, sepse mi bindur Perëndisë në atë që ai thot. Më kujtohet një moment time, në fillimet e besimit. Dikush më provokoi, edhe kishte dikë tjetër, të më provokonte edhe dikush i thot, ja urdhro, ja ku e këta folin që këti, i tha. Dhe me atë, duke qenë dhe i çiltër me besimin tim, se kur je në fillimet e besimit je shumë i çiltër, me shumë kurajo, me shumë guxim, nuk mendon shumë, domethënë, si do dali gjëja, si do dali situata. Ti shkon aty dhe unë mbështet ky polici në mur, edhe më tha, më falë, çka ke për të më thënë? Dhe unë gjilin për 2-3 minuta, por dhe unë gjilin nuk ishte, si të thuash, shko se Perëndia të do, të ka shumë xhan.
Po në atë kohë ne ishim kështu, edhe shumë guximtar. Në qoftë se ti nuk ke Jezusin në jetën tënde, ti do shkosh në ferr. Në qoftë se ti shkon në ferr, domethënë. Ke nevojë për Jezusin në jetën tënde, vetëm Jezusi mund të drejt. Mendova, do i drejt. Kisha atë emocionet, më thoshin çfarë e duke bërë. Po besimi më thoshte se Perëndia kishte guxim në fjalët e mia. Dhe jo më dyshje. Qose ti nuk e Krishtin në jetën tënde, ty do të jetë në ferr. Ti ke nevojë për Krishtin në jetën tënde. Edhe faleminderit. Kaq kisha. Ta dishta, unë jam policista, jam civil. Dhe erdha thjesht për të provokuar. Shumë faleminderit, ditën e mirë. Ne mund të përjetojmë momentet të tilla, ti kesh të njëjtën kohë emocionet frikë, çfarë ndodhi. Po ka një tjetër person që është Perëndia, që është në frikën tonë. Amen. Kështu që nuk do të presim emocionet, sa të na bie ato emocionet, të jemi të qetë atëherë. Ajo që do, dhe për ta mbyllur, që do inkurajoj sot është mendo për çfarë ke frikë. Dhe në qoftë se ti je duke zbuluar për çfarë ti ke frikë, çfarë Perëndia po thot. Në jetën. Edhe unë isha duke do të shkoj me kitën tani. Në Tiranë do të përprohesha me njerëzit besimtarë të kishës në Korçë, sepse edhe ata më donin kaq shumë, na donin kaq shumë sa thoshin rini këtu mos ikni, mos na lini. Po dëgjuam Perëndin, erdhëm, po frika ma, nga do t'ja nis. Dhe mbaj mend një ditë jam ulur në një fast food, ula në tavolinë dhe kam ndier Zotin, prezenca e Zotit ishte kaq e fortë, sa ishte aq shumë reale, aq shumë e vërtetë sikur të kisha një person që ishte ulur në tjetër tavolinë. Dhe zëri ishte kaq shumë i qartë. Dhe që fjalët e tij ishin mos ki frikë, të dua. Kaq. Edhe me këtë, domethënë, kanë qenë pikërisht këto fjalë që më kanë mbajtur që të vazhdoj. Edhe kur ka vështirësi, mos ki frikë, të dua, unë jam me ty. Çfarë po të flet Perëndia në këtë situatë? Cili është zëri i Perëndis për ty? Lëre që zëri i Perëndis të jetë më i fortë se zëri i frikës. Lëre që zëri i Perëndis të stimulojë e të ngacmojë besimin. Dhe që besimi të flasi për teje dhe ta bëj frikën të heshtë. Amen? Le të lutemi. A mund të qëndrojmë në këmbë? Frymë e shenjtë e Zot. Unë besoj fort që fryma e shenjtë do të jetë duke të shërbyer ty. Dhe fryma e shenjtë do të jetë duke ju shërbyer ju të gjithëve. Në situatën ku ti je, në iniciativën tënde, në përgjigjen që ti ke dhënë Perëndis, në punën tënde, çfarëdo që të jetë situata jote, Perëndia do të shërbejë tani. Frymë e shenjtë lutem Zot, në emrin e të çmuar të birit tënd Jezus, shërbeju fëmijëve tu, na shërben e të gjithëve edhe mua Zot. Më shërbe në zemër Zot. Edhe dua që Jezusi, që është përmbushësi i besimit tim, të më mbushi zemrën, shpirtin me besim Zot. Edhe të jetë besimi që flet nga goja ime.
dhe besimi të ketë zëri më të fortë, dhe zëri yt të jetë më i fortë në mendjen dhe në zemrën time, në shpirtin tim dhe në emocionet e mia, o Zot. Pa çka që frika mund të ketë zërin e saj, por dua që besimi të jetë i fortë, Zot. Nuk ka pse të bërtasë, Zot, por të jetë i fortë, bindës. Dhe në këtë mënyrë të na shërbehet gjithëve, Zot. Frymë e shenjtë, Zot. Shërbe, Zot. Shërbe, Zot. Shërbe, Zot. Ti, Jezus i thua në fjalën tënde, mos u shqetësoni për asnjë gjë. Edhe sot unë dua të të inkurajoj ty, sot, duke thënë, mos u shqetëso për asnjë gjë. Dhe fjala është për asnjë gjë. Perëndia do të kujdeset për ty. Perëndia do të kujdeset për shëndetin tënd. Perëndia do të kujdeset për financat e tua. Perëndia do të kujdeset për punën tënde. Perëndia do të kujdeset për fëmijët e tu. Perëndia do të kujdeset për familjen tënde. Perëndia do të kujdeset për thirrjen, për shërbesën, për shërbimin, në cilin ai ka vendosur, ai ka thirrë. Ai të ka thirrë, dhe ai do të kujdeset. O Zot, i thua në fjalën tënde se je ti ai që plotëson dhe përmbush të gjitha dhe të mos jemi në mungesë. Lutem, Zot, në emër të Jezusit, që nuk do të ketë mungesa, o Zot, për ata që ti ke thirrë, Zot. Ti do të japësh gjithçka që ata kanë nevojë të përmbushin atë për cilin ti ke thirrë. Haleluja, Jezus. Haleluja, Jezus. Dua të nxjerr sot në këtë moment, besoj i Perëndis. Mos u nxito të vraposh. Mund të kesh punë, mund të kesh angazhim, fillon ndeshja, nuk e di. Mos u nxito. Lëre Perëndin të shërbejë tani. Thjesht prano. Thjesht prano në zemrën dhe në shpirtin tënd. Thjesht prano në emocionet e tua. Nëse emocionet e tua janë lart e poshtë, lëre Perëndin tani ti stabilizoj ato. Lëre që besimi të flas emocioneve të tua. Nëse mendimet e tua janë lart poshtë, lëre që premtimet e Perëndis të stabilizojnë mendimet e tua, të menduarit e tua. Merë forcë, merë kurajo, merë guxim. Perëndia të urdhron, je i fortë edhe trim. Je i fortë edhe trim. Lejo që këto fjalë ta shoqërojnë jetën tënde çdo ditë, në mëngjes, kur ngrihesh. Biri im, je i fortë edhe trim. Mos ki frikë. Unë jam me ty. Merë forcë, qohu, beso, qëndro, këmbgul, duro, prit, ec, merë një hap, mos hiq dorë. Faleminderit, Zot. Në emrin tënd unë të lutem, të falenderoj, Zot. Amen.